dashur qytetar guximtar, demokrat dhe patriot të vërtet. Unë jam Floriana Garo, sot jemi bashkë në këtë shesh si zëri i të gjithë shqiptarëve të ndershëm, të cilët nuk e pranojnë më vjedhjen, korrupsionin dhe tradhtin ndaj kombit. Kemi përshkruar një rrugë të gjatë e të mundimshme për të arritur deri këtu, por ja ku jemi siç premtuam, më të fortë, më të bashkuar dhe më të hapur. Jemi këtu për t'i dalë zot Shqipërisë, për të treguar se ka ardhur koha e ndryshimit të madh që të gjithë e presim. Ka ardhur koha e fitores. Në këtë protest do të dëgjoni mesazhe të fuqishme nga përfaqësues të opozitës së bashkuar. Kam kënaqësinë që të ftoj të pari në podium politikanin me përvojë të gjatë, aleatin ton të përhershëm, kryetarin e Partisë Republikane, direkt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në takime me republikan, zotin Fatmir Mediu. Të dashur motra dhe vëllezër, më lejoni që në fillim t'ju falenderoj përzemërsisht të gjithë ju, njerëz të shpirtit lirë, njerëz që doni Shqipërinë pa korrupsion dhe pa krim, njerëz që doni të vendosni me votën tuaj të ardhmen e fëmijëve tuaj dhe të ardhmen e Shqipërisë. Ju sjell përshëndetjet më të mira bashkë me kolegët e mi deputet të opozitës, nga miq të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Kongres dhe në Senat, ata që na kanë mbështetur në antarësimin e Shqipërisë në NATO, ata që do na mbështesin në rrugtimin tonë drejt zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, miqve republikanë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilët duan një Shqipëri në NATO pa korrupsion, pa krim, zgjedhje të lira dhe të ndershme, një drejtësi të pavarur dhe një drejtësi që përdoret kundër opozitës. Ne jemi këtu të gjithë së bashku, motra dhe vëllezër. Nuk jemi për pushtetin, por jemi për shtetin e shqiptarëve. Jemi në emër të atyre që sakrifikuan jetën dhe të ardhmen e tyre kundër komunizmit në emër të lirisë. Jemi këtu në emër të prindërve tanë, të cilët na dedikuan çdo gjë, sakrificat dhe jetën e tyre. Dhe sot qeveria tallet me ta me pensione qesharake. Jemi në emër të rinisë, të intelektualëve, të cilët janë përzënë qëllimisht nga qeveria drejt rrugëve të botës, me qëllim që këtu njerëzit të mos kenë forcë, të mos kenë zë, por t'ulin kokën përballë varfërisë, krimit dhe korrupsionit. Jemi këtu në emër të së ardhmes fëmijëve tanë, nipërve dhe mbesave, në emër të ardhmes e cila nuk mund të ndërtohet pa lirinë për të folur, lirinë për të vendosur, lirinë për të qenë gjithë bashku kombe europian. Jemi këtu në emër të asaj që kemi ndërtuar dhe po shkatërrohet. Ne, motra dhe vëllezër, jemi ata që hapëm rrugën e ndryshimit kundër diktaturës komuniste, ndryshimin demokratik për ta bërë Shqipërinë si gjithë Europa. Jemi ne ata që bëm Shqipërinë vend antar të NATO-s. Jemi ne ku këtu në këtë godinë pritëm presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, George Bush, i cili deklaroi 2 arritjet më të mëdha të shqiptarëve mbas pavarësisë. Në krah të kryeministit Berisha deklaroi Shqipëria në NATO dhe pavarësinë e Kosovës. E pra, ne jemi që kemi ndërtuar në interesin ton kombëtar, në interesin shqiptarëve, atë që është më e mira, jo për politikën, po për Shqipërinë, për shqiptarë dhe për kombin shqiptar. Të gjitha këto qeveria e sotme kërkon t'i shuaj, kërkon që shqiptarët harrojnë historinë e tyre, kërkon duke shitur propagandë dhe demagogji, për të bërë të mundur që shqiptarët besojnë që ka vetëm një forcë dhe kjo është qeveria, kryeministri dhe Partia Socialiste. Nuk është partia forca, partia janë njerëzit e lirë, janë shqiptarët e lirë, shqiptarët e bashkuar për zgjedhje të lira dhe ndershme, që do të luftojnë përballë krimit dhe korrupsionit për të bërë ndryshimin e madh. Për ata që thonë se këto janë vetëm pretendime të opozitës, ju kujtoj
motra dhe vlezër, 2 rezolutat e Partive Popullore Europiane e cila drejtohet nga CDU-ja, të cilët së shpejti do të kenë drejtimin e qeverisë në Gjermani. Po ashtu dhe të Internacionales për Demokraci, ku janë pjesë republikanët amerikanë. Çfarë thanë ata në rezolutat e tyre? Në Shqipëri nuk ka respektim të ligjit dhe kushtetutës. Shqipëria dominohet nga krimi organizuar dhe korrupsioni. Në Shqipëri nuk ka zgjedhje lira dhe të ndershme, sepse ato vidhen dhe blihen nga qeveria në bashkëpunim me krimin dhe korrupsionin. Shqipëria nuk ka drejtësi, sepse ajo përdoret si armë politike kundër kundërshtarëve dhe duke mbyllur syt ndaj korrupsionit të qeverisë. Kjo qeveri, motra dhe vlezër, ka ndërtuar një mur të madh, ku në njërin anë janë shqiptarët të cilët duan jetën lirinë dhe mundësinë për ndërtuar lumturinë e tyre, dhe nga ana tjetër është qeveria. Në njërin anë janë ata që besojnë në Zot dhe duan Zotin dhe lirinë e tyre. Në anën tjetër janë ata që shikojnë qeverinë, kryeministin si Zot tyre. Shqiptarët, ne duhet bashkohemi për ta shëmbur të mur të fliqur dhe të marrim në dorë fatin ton. Diaspora, shqiptarët kudo që janë, kanë sot më shumë se kur shansin për të punuar dhe për të ndryshuar Shqipërinë, të mos pranojnë që vendi i tyre të mos ketë liri dhe të ardhme. Nuk mund pranojnë që qeveria të jetë zot i jetës familjeve tyre. Nuk mund pranojnë që presionin ndaj familjarëve tyre ta shkëmbejnë me votën në favor të pushtetit. Të dashur motra dhe vlezër, kudo që jeni, në Shqipëri dhe mbar botën, mbani vështrimin përpara, si qytetar amerikan, europian, britanik, kanadez, dhe kudo që t'jeni, të luftoni t'i ktheni Shqipërisë atë që nuk e ka humbur, por ja ka rëmbyer dhe shkatruar qeveria, të ardhmen europiane, një Shqipëri që është e qytetarëve dhe jo e matrapazëve politik. Ne duhet i kthejmë shqiptarëve atë që është vlera më e madhe, besimin në Zot, si vlera e padiskutueshme e jetës sonë. Zoti na ka krijuar dhe na ka dhënë të drejta dhe liri që nuk mund t'i tjerësoj as Rama, as pushteti, as kush. Jetën dhe lirinë dhe ndërtimin e lumturisë në vendin ton na e ka falë Zoti, duhet luftojmë që të gjithë me përkushtimin e fundit. Besimi në Zot është besimi tek njerëzit, është besimi tek liria, për atë që është e mirë dhe e drejtë. Besimi është forca transformuese e shoqërisë son për të përballur me të keqen. T'i kthemi familjes, motra dhe vlezër, si vlera më e madhe dhe më e rëndësishme e kombit shqiptar. Ne kemi pasur dhe kemi nënë dhe babë, nuk kemi prind 1, prind 2, 3 e 4. Besimin në Zot dhe familja kanë formzuar kombi shqiptar dhe të të ringren atë përsëri. Ne kemi borxh si e djath, si qytetar, por dhe si politikan, të gjithë pronarëve për të kthyer pronën e tyre. Në këto sfida të reja, shqiptarët duhet jenë të bashkuar. Shqiptarët kanë vetëm një rrugë, të dashur motra dhe vlezër. Rruga është bashkëpunimi me vendet anëtare të NATO-s Ballkan dhe jo me Serbinë. Rruga jonë është bashkimi për t'i bërë ballë të keqes, për të bashkuar si shqiptar, duke vlerësuar dhe respektuar Kosovën dhe jo duke nështruar atë interesave tona politike. Prandaj motra dhe vlezër edhe njerë, ju bëj thirrje të trokasim në çdo zemër, në çdo skajt Shqipërisë, të flasim dhe të ulemi qytetarët për t'i kuptuar dhe dëgjuar, për t'i bërë pjesë të rrugtimit ton, të ndryshimit ton për një Shqipëri europiane. Roft Shqipëria, Zoti ju bekoft ju, Zoti bekoft shqiptarët. Faleminderit. Një zë i fort i vajzave të reja shqiptare prezente në çdo protest që nuk resht së ngritur i zërin për kauzat e rinisë. Mirë presim nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike, zonjushën Artmenisa Zenuni. Mirëmbrëma të nderuar qytetar, mirëmbrëma demokrat dhe demokrate të diasporës. Përshëndetjet më të përzemërta për profesor doktor Sali Berishën. Sot jemi mbledhur këtu, jo thjesht si antar të një partie, por si shqiptarë që kërkojmë liri, drejtësi dhe demokraci të vërtet.
Ne nuk mund të rrimë më në heshtje kur Shqipëria rrëshqet çdo ditë më shumë në korrupsion dhe padrejtësi. Ne kërkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, të pandikuara nga pushteti. Rinia shqiptare ditët e sotme e shohin emigrimin si të vetme rrugëzgjidhje për të pasur një jetesë me të ardhme të mirë. Por, a është emigrimi e vetmja mundësi shpëtimi për rinin? Rinia është shpresa e ardhmja dhe forca e një kombi. Një nga arsyet kryesore sepse këta të rinj largohen është arsimi. Ata krijojnë mundësi më të mira për të studiuar dhe për të punësuar jashtë atë dheut të tyre. Shqipëria një vend i bukur, i pasur me histori dhe kulturë. Në vend që të largohemi, le të jemi ne ata që t'u tregojmë atyre se si ne bëjmë përpjekje për të përmirësuar atë dheun tonë. Shqipëria në datën 11 maj do të tregojë shpirtin e lirë të shqiptarëve. Shqipërinë e duam si gjithë Europa. Ndryshimi fillon nga ne. Së bashku për një Shqipëri më të mirë. Faleminderit. Kam tani kënaqësinë që të ftoj në podium aleatin ton, kryetarin e Partisë Agrare Ambientaliste dhe një promotor të figurave të reja në politikë, zotin Agron Duka. Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve. Siç e dini, unë jam kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste dhe pjesë e koalicionit opozitar. Por do të isha këtu edhe si qytetar i këtij vendi, që sot ka dalë të protestojë kundër qeverisë së tij. Duhet kohë e gjatë të rendisësh arsyet se përse duhet protestuar në këtë vend dhe gjithkush mund të ketë arsyet e veta. Por unë duhet të referoj këtu dy prej tyre. E para është se kjo majorancë politike ka dalë tërësisht nga binarët e ligjit dhe ata që qeverisin nuk sillen si qeveritar, por si pronar të kësaj toke. Ata dhurojnë tokën Bregdet për të bërë aty rezorte, vila, shtëpi luksi, duke përdorur dhe paratë publike. Ata e dhënë çmimin kilometrë të rrugës sa të duan. Ata ja marrin tokën fshatarit, ja shemi shtëpi ku kalon projekti publik, pa i kompensuar ose duke i kompensuar me një çmim qesharak, sepse ashtu duan ata. Ata miratojnë me bujë ligje për të mbrojtur zonat e mbrojtura natyrore e pastaj ndryshojnë natën për të lejuar ndërtime në këto zona. Ligji për këta nuk është as një pengesë. Ligji është bërë si një kostum që qepet sipas masës së atij që e porosit. Arsyeja e dytë është se këta kanë humbur çdo sens serioziteti për të qeverisur. Për të mbuluar abuzimet, arma më e fortë e tyre është propaganda. Po i referohen vetëm një rasti. Kompania ndërkombëtare e naftës Shell u largua nga Shqipëria pasi operacioni për nxjerrjen e naftës në Shpirak dështoi. Ky natyrisht nuk është një lajm i mirë, sepse të gjithë do të dëshirojnë të kundërtën. Por e mbani mend sa herë kanë dalë në konferenca kryeministri me zëvendësin e tij, duke bërë llogari se sa miliarda do të fitoheshin nga nafta dhe si do i shpenzonin ata. Bile fillon të ndajnë, kaq për arsimin, kaq për shëndetësinë, nuk do kishin më probleme me ilazhet dhe pajisjet mjekësore, e mbani mend sa herë na rritën pensionet me paratë e kësaj nafte, do të fitonin aq shumë para sa që do të krijohej edhe një fond sovran si Norvegjia që të kishin për ditë të keqe. Por sot, a duhet të kenë moral ata të dalin dhe thonë se kjo punë nuk u bë? Si mund të dalësh të gënjesh publikisht në atë mënyrë të mos marrësh asnjë përgjegjësi? Edhe një kryeplak po të bënte këtë te klubi fshatin Shpirak, do duhet të jetë të dorëheqen. Të dashur pjesëmarrës, e dëgjoj shpesh shprehen ja protestuar, të çfarë u zgjidh? Kësaj pyetje unë duhet të përgjigjem sërish me një pyetje. Dakor, nuk zgjidhem gjë. Por para gjithë këtyre vjedhjeve dhe historive korruptive, a është më mirë të qëndrojmë në heshtje apo në pritje me shpresën se situata do të ndryshojë? Dhe në fund, kush do të ndryshojë këtë situatë? Mos mendoni se ata që shpërndojnë ligjin dhe fondet publike do të thonë një ditë nuk bëjmë më. Tani do të hyjmë në rrugë të mbar. Kjo nuk do të ndodhë kurrë. Atë duhet të ndryshoni ju. Daj është vota për t'i hequr nga duart pushtetin atij që abuzon dhe shfrytëzon për të pasuruar në dëm të interesit popullit dhe vendit. Më besoni, unë nuk synoj më as karrikën e deputetit, as ministrit. Unë dua që në të vend të punohet dhe jetohet me drejt dinjitet, të shëndoj rregulli, ligji dhe barazi para tij. Faleminderit.
Një artiste e zëshme dhe energjike, e cila gjithmonë ka guxuar që të ngrejë zërin ndaj çdo padrejtësie. Mirëpresim në podium aktoren Julie Mjeri. Mirëmbrëma. Sot është data 8 shkurt, sot protesta për mbrojtjen e teatrit bën plot 7 vjet. Por nuk do flas për protestën për mbrojtjen e teatrit. Nuk do flas as për ata që mbrojtën, as për ata që kishim kundër. Do flas për një gjë, dua të flas për një gjë që na lidh të gjithëve bashkë, të gjithsa jemi këtu, të gjithsa janë jashtë, të gjithsa janë kundra nesh, të gjithsa janë pushtet. Një jetë kemi. Kjo është ajo që na lidh të gjithëve. A e dini që një jetë kemi? Mendoni që e dini, por nuk e dini. Nuk e mendoni, shumica për jush nuk e mendojnë. Ju që jeni në pushtet, a e dini që një jetë keni? A e dini që ajo vera 33.000 euroshe që pini, nuk ka asnjë vlerë kur nuk keme këta ndash, e nuk ka asnjë vlerë kur nuk del dot në rrugë pa 33 bodyguard se ke frikë nga njerëzit e tuaj, nga qyteti jot. A e dini ju që vidhni që një jetë keni? A e dini që po ju shkon gjithë jeta, nuk po i shijoni dot ato që keni vjedhur, se po ju shkon gjithë jeta duke i fshehur e nuk dini më ku t'i fshihni, aq shumë keni vjedhur. A e dini ju që vrisni që një jetë keni, e jeta e atij që merrni nuk bëhet e juaja. Përkundrazi, humbni dhe atë që keni ju, sepse ju ikën gjithë jeta në arratisje. A e dini ju që keni frikë, që një jetë keni dhe po ju shkon gjithë jeta të friksuar, dhe pikërisht se po ju shkon gjithë jeta të friksuar, ajo që keni më shumë frikë, ajo do ju ndodh, ato do ndillni. A e dini ju që jeni servil, që po ju shkon gjithë jeta duke u zvarritur, dhe po e humni jetën pa u ngritur një ditë në këmbë, për ato thërrime që fitoni? A e dini që nuk do ngopeni kurrë, nuk do fitoni kurrë, sepse fitoria nuk është materje, fitoria është ndjesi. Sepse gëzohet shumë më tepër një fëmijë që fiton një lojë me top, se sa gëzoheni ju kur fitoni dhe gjithë pasuritë e botës. A e dini ju të rinj që keni vetëm një jetë dhe energjinë dhe pjellorinë dhe atë vrullin që keni tani nuk do e keni më kurrë? A e dini që është një studim që kam dëgjuar para disa vitesh, tregonte dhe kishte arritur në përfundimin, një studim i gjatë, se si njerëzit në moshën 23 vjeçare ndihen njësoj si njerëzit në moshën 69 vjeçare. Domethënë të njëjtët njerëz në moshën 23 dhe 69 vjeç ndihen po njësoj, janë po njësoj. Nëse jeni të lumtur 23 vjeç, do jeni edhe 69. Nëse jeni të friksuar 23 vjeç, nëse prisit ju bien gjërat nga qielli 23 vjeç, ashtu do jeni edhe 69, kurrë nuk do ndryshoni, sepse karakteri është formuar. A e dini ju që jeni 40 vjeçar që ju ka ikur gjysma jetës, dhe nuk mund ta kaloni pjesën tjetër duke menduar çfarë ju iku, por duhet të kapni atë që nuk keni bërë dhe duhet ta bëni? A e dini ju të moshuar që ju ka ikur shumica e jetës dhe nuk keni më ç'humni? A e dini ju, emigrant, që keni vetëm një jetë? Kur do jetoni me prindrit tuaj? Kur do shijoni gatimet e nënës suaj? Si do i qani prindrit tuaj kur të vdesin? Si do i ngushëlloheni në sytë e fëmijëve tuaj kur t'ju vdesin prindrit, kur fëmijët tuaj nuk njohin gjyshrit e tyre, se jeni larg? Kujt ja keni lënë Shqipërinë? Kujt ja keni lënë jetën o shqiptar? Një jetë keni, nuk do keni më, nuk do rilindni më, lëre që ju thonë, nuk do keni më një jetë të dytë, për të qenë të pasur, për të qenë të lumtur, për të jetuar në vendin tuaj. Pse duhet jemi kështu që të ndihemi fatkeq se jetuam në Shqipëri dhe të ndihen tjerë me fat që jetojnë në një vend tuaj? A e kuptoni që kur thoni nuk dal për këtë, nuk dal për atë, nuk votoj, nuk protestoj, nuk bëj njërin, nuk bëj tjetrën, ju keni pranuar që nuk e keni në dorë jetën tuaj, që duhet ja ketë patjetër dikush tjetër jetën tuaj në dorë? E keni ju jetën tuaj në dorë. E keni ju. Dhe vetëm këtë jetë keni dhe vetëm sot mund ta jetoni këtë jetë. Kur ta kuptoni këtë, do fitoni. Do jetoni jetën dhe do fitoni. Por jo fitore si ajo e verës 33.000 euroshe, por fitore si ajo e fëmijës kur gëzohet kur fiton lojën me top. Faleminderit.
Aleati ynë i ditëve më të vështira, mbrojtës i fortë i demokracisë dhe kushtetutës, politikani trim dhe guximtar, të cilin burgu nuk e ndalë që të ngrej zërin. Ftojmë që t'jap mesazhin e tij në këtë protest ish presidenti Ilir Meta. Përshëndetje më të përzemërta për të gjithë ju, misionarë zgjerisë, demokracisë dhe patriotizmit, që protestoni plot guxim kundër narko-regjimit të vetëm në Europë. Përshëndetjet më të përzemërta për profesor Sali Berishën, qendërstarin e paparë dhe gjithë drejtuesit të opozitës. Përshëndetjet veçanta për Ervin Saliani, zemërluanin opozitar dhe gjithë burgosërit politik të narko-regjimit që është në gafmat e fundit. Çdo shtet ka mafjen e tij, por në Shqipëri mafja ka shtetin e saj. Tani kjo dëshmohet publikisht edhe nga ish zëvendës kryeministri socialist Arben Ahmetaj, krau i djathtë i Edi Ramës për 10 vite në pushtet. Kjo është një dëshmi historike, sepse vjen nga një dëshmitar okular i disa prej mega aferave më të rënditëse të Edi Ramës. Kjo dëshmi vjen me prova dhe shkresa zyrtare, por mbi të gjitha me gatishmërinë për të dëshmuar edhe para një gjykate ndërkombëtare. Ahmeta na provoi se si shteti është ndruar në organizatë kriminale dhe se Edi Rama është kryetari i organizatës. Ai na tregoi se SPAK-u është një instrument i Edi Ramës që përdoret si komando elektorale për mbulimin e krimeve zgjedhore dhe goditjen e opozitës politike. Edhe për arsye të rrethanave ku ndodhem, po edhe i bindur se shumë çështje ju do t'i prekni dhe denonconi vetë, po do të ndalja në 2 çështje që më kanë bërë përshtypje të veçantë. Ky Edi Rama u kujtua pas 12 vitesh në pushtet për të hedhur syt nga bujësia dhe për të krijuar edhe një bank zhvillimi me fokus bujësi. Po kush e pengoi këtë deri tani për 12 vite? Apo ky kujton se me këtë shashk do mashtroi pa mbarim mbi 35% shqiptarëve që merren me bujësi, të cilëve për këtë vit buxhetor do jap më pak se rishfeti që ka marrë sipas Ahmetajt për tunelin e Llogaras. Mirë deri në 2017 mund ta ketë penguar LSI-ja për që përkushtuar zhvillimit të bujësisë. Po këto 8 vite kush e pengoi? Sipas vetë instatit të tij. Si shpjegohet që në vitin 2017 numri i gjedhëve ishte 505.000, ndërsa tani është vetëm 226.000. Si shpjegohet që numri të imtave dhe dele ishte 2.930.000 dhe sot është vetëm 1.200.000, kur Maqedonia fqinje vetëm në një vit ka eksportuar 1 milion qingja në Bashkimin Evropian. Si shpjegohet që sa e mori dhe Ministrinë e Bujqësisë ky, u riktheu TVSH-n në 20% per merme. Ai e ndriti me fondet e IPARD-it, që i jepte dhe kontrollonte BE-a, duke i quar në zero, sepse edhe këto fonde dedikuara për bujqësinë nga Bashkimi Evropian, ai i dërgonte te bizneset e lidhura me incinerator. Dhe sot, jo vetëm që jemi vendi me mbështetjen më mirane për bujqësinë, por edhe me politikat më armiqësore për fermerët, për blegtorët dhe për prodhuesit vendas. Jemi vendi që për çmimet e bulmetit u kalojmë edhe vendeve më të zhvilluara në Bashkimin Evropian. Si s'pati kohë ky para 2 muajsh të votoj amendamentet e opozitës në kuvend për të rritur mbështetjen buxhetore për bujqësinë, me që ka porositur edhe shumë emisione në TV për të diskutuar për bankën e zhvillimit të bujqësisë. A mund të thotë ky fermerëve, shqiptarëve, e sidomos lektorëve, se ku e ka ndërtuar atë akademinë e famshme të Trobande që premtoi para 8 vite? Apo kështu e ka ky, në prag të çdo zgjedhjeve premton mashtrime të reja, pa dhënë llogari për mashtrimet e vjetra. Ku është shëndetësia falas? Ku është nafta e shpiragut do begatonte jo Shqipërinë, po edhe Ballkanin? Po premtimi këtij se do ustonte në ekonomik klasë qytetarët e thjeshtë ku përfundoi? Na e tha Ahmeta vetë, me bilancet në dorë, të minus 20 milion euro të Air Albania, që për të mbuluar shpenzimet e këtij, anullon fluturinat dhe i lë mira shqiptar të flen natën në stolat e aeroportit të Stambollit dhe aeroporteve të tjera. Po kështu nuk ka stres më diskriminuar në to 12 vite dhe sa pensionist. Ku Edi Rama si kur më parë
shkelje dhe ligjet në fuqi dhe u është borç deri në fyt çdo pensionisti në zonat urbane dhe në zonat rurale për mos indeksimin sipas ligjit të tyre. Ky kujton se duke ofruar bonusin e mjerimit në prag të zgjedhjeve do i mashtroi për t'i varfëruar më mizorisht në 4 vitet që vijnë. Opozita thot ky mashtron se s'mund të përmbyset skema e pensioneve. Po pse Kosova, që ka buxhetin shumë më të vogël se ne, i ka pensione të fysh më të larta? Apo Malizi 3 herë më të larta? Kjo ndodh se ky pusar i bën rrugët disa herë më të shtrenjta, jo se në këto vende, por edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Dhe këtë na e tha vet Ahmetaj, numri 2 i qeverisë. Kjo ndodh se ky ble respiratorët disa herë më shtrenjtë se vlera e tyre reale. Dhe këtë përsëri Ahmetaj na e tha. Kjo ndodh se ky akshin e paska kthyer në kopësht familjar, në funksion të kompanive me normën e fitimit më të lartë në botë. Kjo ndodh se ky përzoi investitorët e huaj, si në portin e Durrësit, dhe paketin e shumë të tjerë, e shqiptarët duhet paguajnë 100 milion euro në arbitrazhet ndërkombëtare, ndaj s'ka lek për pensionet e tyre. Kjo ndodh se ky firmos vet për të shpallur firma fituese, të cilat lindin ligjërisht vetëm pasi ky i shpall në mënyrë palishme fituese. Kjo ndodh sepse ky i çon lekët te inceneratorët që nuk ekzistojnë apo që nuk punojnë. Ku do i gjejnë lekët, pyet ai, që pi një shishe verë 33.000 euro. Ato 3.2 miliard euro që ti i vjedh çdo vit shqiptarëve në organizatën tënde kriminale, pa i futur fare në buxhetin e shtetit, të cilat shkojnë 13 miliard euro në një mandat 4 vjeçar, mjaftojnë për të tejkaluar të gjitha premtimet e opozitës. Se ti mbledh vetëm 28% të ardhave në raport me produktin e brendshëm bruto, kur Malizi, Bosnia, Serbia mbledhin 42%. E pra, kjo diferencë 14% është 3.2 miliard euro që ti i vjedh vetëm në një vit shqiptarëve, përveç vjedhjeve që bën me tenderat dhe PPP-t e tua. Prandaj edhe ministri i brendshëm ka caktuar një shkaktuar për korrupsion, siç na dëshmoi Ahmetaj vet, që s'ka asnjë lidhje me Partinë Socialiste. Flet për ekonominë ky që ka lënë Shqipërinë të fundit për prodhim dhe eksporte. Vetëm 8% të produktit të brendshëm bruto eksporton Shqipëria sot, 5 herë më pak se mesatare e rajonit e 7 herë më pak se Maqedonia Fqinje që eksporton 57% të produktit të brendshëm bruto. Ndërsa se si funksionon SPAK-u dhe drejtësia e re, na e sqaroi aq mirë Albin Ahmetaj, i cili edhe ka votuar vet për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm me 69 vota në mënyrë antikushtetuese, e po kështu për çdo ligj vendim antikushtetues e të njanshëm të Edi Ramës, që është ndroi reformën në Ramaform. Pra Ahmetaj na dëshmoi se u largua nga vendi, sepse po arrestoi për të bërë kokturku për aferën e inceneratorëve, të cilën me shkresa zyrtare ai e ka kundërshtuar që mos financojë nga buxheti i shtetit. Ahmetaj na dëshmoi për herë të parë se përse Dumani nuk e heton kryebashkiakun për firmën e palishme për inceneratorin Fantazëm në 2017, sepse e paska urdhëruar e detyruar vetë Rama për këtë akt të palishëm, dhe çdo hetim do tregonte se koka e vërtetë e kësaj megafere është vetë Edi Rama. Ndërsa emisioni Plug dhe Syri Televizion na tregoi para pak ditësh se pse afër Mëndshi nuk i heton këto shkresa të Ramës e Veliajt për inceneratorët, dhe jo vetëm. Sepse afër Mëndshi me 2 shtëpi, një vil, një dyqan, e pas ka kaluar vettingun për 24 orë. Sepse afër Mëndshi drejtësisë re që ka promovuar me shpejtësi rrugëteje në mënyrë të palishme, nga i vetmi prokuror i përgjithshëm i shkarkuar me vota konsensuale socialistë dhe demokratëve, dhe po kështu i shkarkuar edhe me firmën e një presidenti me integritet si Mejdani zgjedhur nga socialistët. Drejtësia e re është mashtrimi dhe korrupsioni më i madh që ka ndodhur. Koha e gjykimit u shumë fishua. Transparenca u dhunësua me dhomat e mbyllura. Për të ndjekur një çështje, tani duhet të paguar, po kështu harta e re gjyqësore e bëi drejtësinë edhe më të parritshme, edhe më të largët, edhe më të pamundur, edhe më të shtrenjtë për qytetarët. Ndaj asnjë vend tjetër s'e pranon këtë eksperiment të turpshëm. Pse hesh Dumani për çështjen me Goni Gal, që e ka kyçur zyrtar? Ky që më mban mua të izoluar për lobimet e LSI-s në SBA, si shpjegohet që ka 2 vite që nuk e thret një Edi Ramën ta pyes për Megoni Galin,
edhe pse emri i tij del 10 herë në procesin e Megonigalit dhe këtë e di e gjithë bota. Si shpjegohet që një zyrtar i LSI-s, i cili ka firmosur për lobimet, e ka qenë përgjegjës për financa, hyn te Dumani si opozitar, e del nga Dumani si rilindas dhe bën fushat Fredi Ramën, ndërsa unë mbahem në burg për firmat e tij, se ky është spaku. Inkuizitor për opozitarët e pashantazhueshëm dhe patriot, pengmarrës për ata që kanë ngultitur një luk çort të prishur, të cilët i konverton në shërbëtor të rilindjes dhe garant i pandëshkueshmërisë të Ramës dhe pamundësimit të rotacionit politik. Ndaj 11 maj është dita historike e skadencës së narkoregjimit dhe narkodrejtësisë. 11 maj do të jetë dita e triumfit të sovranit, të patriotëve dhe lirishdashësve. 11 maj do të jetë dita e përmbysjes së këtij modeli të narkoekonomisë në shërbim të një pakicë mizore dhe të pastrimit të parave të tyre dhe ndërtimit të një modeli ekonomik që mbështetet në prodhimin vendas, në zhvillimin e bujqësisë, të industrive, të inovacionit dhe nxitjen e eksporteve që rrit produktivitetin dhe garanton paga dinjitoze për të rinjt tanë. Gjej rastin t'i ftoj të gjithë vëllezërit tanë emigrant kudo ndodhen që të nxitojnë, që të regjistrohen, që të mos e humbasin këtë mundësi historike për të kontribuar për rivendosjen e vendit tyre në shinat e kushtetutës për rikthimin e lirisë, të demokracisë dhe të llogaridhënies, se në këtë mënyrë i hapet rruga dhe reintegrimit të tyre në ateun e tyre. Edhe një herë, suksese protestës suaj dhe mirënjohje për patriotizmin tuaj dhe për gjithçka që ju bëni për triumfin e demokracisë në vendin tonë. Demokratë dhe qytetarë të lirë, kam kënaqësinë që të ftoj në skenë njeriun e kauzave të drejta, i cili nuk u dorëzua kurrë përballë asnjë padrejtësie, e që vijon të jetë në balë të betejës tonë më të rëndësishme, shpëtimin e Shqipërisë dhe ndryshimin e madh për mirëqenien e të gjithë shqiptarëve. Pas një viti qëndrese në rrugën e shpresës, shpresa zbret në shesh. Mirëpresim kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. Nisini celularët të shohim sa jeni. Të dashur qytetarë dhe qytetarë, shqiptare dhe shqiptarë kudo që jeni sonte, në Shqipëri, jashtë saj dhe kudo në botë. E nis fjalën time me një përulje para jush, me një falënderim vllazëror dhe me përgëzimet e mia për të gjithë ju, për të gjithë demokratët dhe opozitarë. Në pak kohë ne kemi bërë shumë. Le të kthehemi pak. Vetëm një vit më parë, në shkurtin e kaluar, ne ishim këtu në shesh, në protestën e 20 shkurtit. Lideri i opozitës ishte i arrestuar, në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me kushtetutën. Dhe unë fjalën time e mbajta nga një ekran televiziv, i burgosur politik. Por në atë protest, ne hollëm themelet
e çdo fitore që meritojmë dhe që do kemi. Në atë protest, ne u dëshmuam shqiptarve se nga hiri u ngritem si Feniksi dhe sa ata që menduan se do të amposhtin ne, dështuar me turp, ne jemi të pamposhtur. Ne jemi të pamposhtur, sepse ne u bashkuam. Ne jemi të pamposhtur, sepse ne mbrojmë kaos të drejtë. Ne jemi të pamposhtur, sepse ne mbrojmë vlerat me të rrirat njeriu. Mbrojmë interesin kombëtar, lirin, dinjitetin njerëzor, familjen, kombin. Ndaj dhe vim sot këtu si opozitet pamundures e bën të mundur, si parti demokratike që të pamundurat i bën të mundura. Sot kemi vullë dhe flamur, sot jemi më të bashkur se kur. Sot me 3 rezoluta ndërkombëtare jemi forca politike me përkrahur. Sot jemi në këmbë me të vendosur se kur në betejë me diktaturën do fitojmë. Historia e deshi që ne të jemi e vetë një forcë politike që përmbys 2 diktatura njëra pas tjetrës, diktaturën staliniste të Verhorst, diktaturën e bastardit të bllokut komunist, Edi Rams. Asgjë nuk marrim ne si dhurat. Ne gjithçka meritojmë me betejën tonë. Roft Partia Demokratike, nderim qendrështarve opozitar. Miqtemi, përsëri krimi dhe bota e tij është kundra nesh. Prokuria politike dhe gjykatat e narkoshtetit janë kundra nesh. Por ne përsëri qëndrojmë pamposhtur. Ne përsëri qëndrojmë sigurt në fitoren tonë. Ne arritëm të bëjmë pluhur, të shembim, ëndrren e pasardhësit të xhelatit komunist, xhelatit që firmosin varjen e Avzinens në Vitar, Edi Rams dhe monstrës së njerëzimit George Soros të Shqipërisë pa opozit. Gjithçka bën, gjithçka u bë. Gjithçka u bë që Shqipëria të mbetej pa opozit. Kryetari Partisë Demokratike u vendos të rreth shtëpie me urdhër të Edi Ramës. Me urdhër të Edi Ramës, ish presidenti i vendit u zvarrit, u godit mes rrugës dhe u filmua, duke menduar ky kriminal se do të merron të opozitën,
me urdhër të Edi Ramës, me mbështetjen e monstrës njerëzimit George Soros, deputeti ynë i ri, Ervin Saljani, martiri fjalës së lirë, martiri gjallë fjalës së lirë, u burgos sepse u përballë dhëm për dhëm me klanin mafioz më të rrezikshëm të Shqipërisë, të Ballkanit, të Europës, klani Ramaxhafa. Menduan se do të na tremnin, por gabuan rënd. Ja ku e kemi ne. 200 metra me tutje prishin ton të përjetshëm Skënderbeu. Të harroj kush, se mund të tremet populli opozitar, populli lirisë. Jo, mor jo, përkundrazi, do mjerohen ata që mund të mendojnë na tremin ne. Të dashur miq, pak ditë më pa, unë isha në Berlin, mora pjesë në kongres të partisë më të madhe të qendrës djathtë në Europë, Bashkimit Kristian Demokrat Gjerman. Atje shtërngova duart përzemërsisht me kancelarin e arshëm të Gjermanisë. Takova miq të hershëm, takova miq të ri. Ata me zi po presin fitoren e Partisë Demokratike për ndërtuar një marrëdhënie të shkëlqyer midis dy vendeve. Unë zotova solemnisht se nga Shqipëria 0 eksport refugjatësh dhe krimit në Europë. Ky është zotimi ynë, 0 tolerancë. Dashur miq, ne përballemi përsëri me censurën. Censurën, vellën e zezë, që Edi Rama në traditën e etrave të tij. Edi Rama në traditën e etrave të tij ka vendosur në Shqipëri. Por ja ku jemi, asgjë në botë s'u pengon dot. Ne të mbrojmë të vërtetat që besojmë. 3 rezoluta ndërkombëtare u censuruan totalisht nga mediat e qeverisë. U censurua krejtësisht interviste e Arben Ahmetajt, i cili në fakt i bëri autopsinë regjimit të krimit nga viti 2015 deri sot. Arben Ahmetaj, si dëshmitar me dokumenta, si dëshmitar fizik okular, u tha shqiptarëve se Edi Rama dhe qeveria e tij funksionojnë si organizatë kriminale. Se Edi Rama detyroi Erion Velin të firmos djegësin e Tiranës dhe së bashku me tërën pronarët e tij kanë vjedhur 130 milion euro. Se Edi Rama me Lubi Ballukun në një udhëtim në Ankara para syve të tij rritën çmimin e tunelit 50 milion euro për t'i marrë në xhep
se Edi Rama ka shtru akshin në kopshtin e vjedhjeve të ti, ku me familjarët e vetë ka marrë 10 milion, dhe se ka grisur 2 urdhër arresti për Baxhanakun dhe drejtoresh në akshi. Arben Ahmetaj faktoj se Edi Rama i ka duart e ti të zeza në aferën e Porto Romanos, dhe se është udhëheqi gjitha bandave në Shqipëri. Lubi Balluku, Lubi Loti, administron për llogarit e Edi Ramës 12 miliard euro. Dhe damet e këvjedhjet e saj shkojnë më shumë se damet e Tërmeti. Pra, miq, të gjitha këto janë, të gjitha këto janë shkaku pse jemi ne sot këtu, për të thënë shqiptarëve dhe mbar botës se ne spajtohemi kur me këtë hajdut që historia e Shqipërisë s'ka njohur kur të tillë. Me këtë hajdut që historia e Europës i ka të rrallë. Miqtë e mi, dosja me Gonigal është arkivoli hapur i Edi Ramës. Çdo natë, nga çdo natë 2 muajt e fundit, ai në ëndër i del ishulli Riker, atje do përfundojnë, tek me Gonigali. Garantoj ju se pas zgjedhjeve do ta paketoj. Po, të bëj dënimin pastaj të kthehet. Miqtë e mi, ky nuk është një miting elektoral, por përsëri, ne duhet të jemi krenar me programin ton. Edi Ramën e ka të merruar programi ynë. Edi Ramën e ka sfazuar programi ynë. Sepse ne, me programin ton, kemi shembul piramidë e ti të mashtrimeve. Me programin ton, kemi faktur vjedhjet e të mërshme që u ka bërë shqiptarve. Edi Rama, i pa shpirë, i la pensionistet shqiptarë në gjendjen më të mirë që mund të jenë pensionistet në botë. Shumë prej tyre, me pensionin që marrin nuk blejnë dot as ilaçet e një jave. Dhe ka 3 muaj që kalon nga një skenë në një tjetër për t'i mashtruar ata. Sjell dishpitar të rrem me pashpirësi. Ja ku jemi ne këtu. Dhe i themi çdo pensionisti dhe pensioniste. Se kur pas 11 maj, as një prej jush nuk do të ketë më pak se 200 euro në muaj. Jo vetëm kaq, por çdo njeri prej jush do ketë kartën e konsumatorit për t'u kthyer TVSH-n, e cila është e barabartë me 3 pensione. Mbaj për vete bonusin e mashtrimit elektoral Edi Rama.
Ne do u kthejmë pensionistëve të vëshën në të gjitha blerje ushqimore që bëjnë në një vit. Jo vetëm kaq. Çmime, krejt të tjera, do kenë për qërat të ndërtesa sociale, do kenë për ujë, për drita, dhe i garantoj ata, se kjo përpjekje nuk ndalet, gjersa të marrin pensionet në të mëdha në rajon. Programi ynë e ka të ndërruar, e ka vërbur, sepse ai program po nxjerr në dritë e diellit të gjithë mashtrimet e tij monstruoze. Ne u premtojmë të gjithë punojësve me rrogë të ulët se në Shqipëri pas 11 maj brenda 3 muajve nuk do ketë rrogë në 500 euro. Dhe se ky do t'jetë pragu me cilin do të ecim drejt rrogës minimale më të lartë në rajon. Brenda vitit, rroga mesatare do t'jetë 1200 euro. Miqtë e mi, ne jemi partia e taksave të ulta. Ne besojmë se parat në xhepat e qytetarëve janë në të vlefshme për shoqërinë dhe qytetarin se sa në arkat e shtetit. Ndaj dhe para biznesi vogël, shikoni çfarë bën mashtruesi. Ja u ka 10 fishuar taksat lokale. I garantoj biznes e vogla se pas 11 maj, së pari do përgjysmohen, së dyti do ecet me shpejtësi drejt 1/5 së tyre. Dhe nuk do ketë taks tjetër më të larë. Energjia që sot ato e paguajnë 18,24 lekë, do t'jetë 3,2 herë me ullë, do t'jetë 7 lekë. Tarifat e sipërfaqeve të sipërmarrjeve, të bizneseve, do të pjestohen me 3, do t'ulen 3 herë. Taksa e 60% për bizneset tjera është zotin ynë. Biznesi vogël do paguaj gjysmën e asaj që paguon sot për sigurimet shoqërore. Sot çdo biznes i vogël paguon edhe si sipërmarrës, edhe si punëmarrës. Jo, do paguaj vetëm njërin. Miqtë e mi, Shqipërinë jo do ta ndryshojmë, po do ta ndryshojmë me shumë shpejtësi. Shqipëria është në emergjencë, Shqipëria ka dhimbje, shqiptarët ndjejnë dhimbje, moskamje dhe mjerimi. Ne do i çlirojmë ato me shpejtësi. Fermeri shqiptar do subvencionohet për çdo kokë, bakti, për çdo fidan, për çdo njësi prodhimi. Pronarët për mjekuj do marrin ndam shpërblim në tyre. Pra, modelit të kleptokracisë të vjedhjes do t'i lëshoj vendin modeli i qytetarit të parë, do t'i lëshoj vendit modeli ku në epiqendër do t'jetë qytetari me interesat dhe problemet e tij. Kjo e ka të mërruar Edi Ramën, por është i pa shpresë
Të dashur miq, nuk ishte ky mitingu i programit elektoral, por natyrisht pa shpallur këtu disa nga ndërhyrjet më emergjente që do bëjmë ne për të përmbysur situatën aktuale, nuk mund ndaleshim. E vërteta është mesazhi i fundit që unë kam për ju. 3 muaj na dalin nga zgjedhjet. Fitoria varet nga ne. Fitoria në rast se ne e bëjmë natën ditë, në rast se ne përkushtohemi, në rast se ne nuk harrojmë se ne jemi parti e cila bëm të pamundurat të mundura, ne do korrim një nga fitoret më të thella. Mos harroni se fitoret e arritura drejt tani, ne i arritëm në kushtet më të jashtëzakonshme, më të vështira. Kurse tani që presidenti Donald Trump i ka pre kokën gjarprit në Washington George Soros, e kuptoni ju apo jo çdo thot kjo? E kuptoni apo jo? Ere desorizimit, fladi i tij nga Washingtoni për frynë në gjithë botën. Ju garantoj ju se nuk fiton kush më shumë nga kjo se shqiptar, pasi u shtruan në kopshtin eksperimental të dogmes jo George Orwellit, po George Sorosit. Pra, edhe ne kem programin ton të desorifikimit të vendit, të rivendosjes në pjedestal të familjes vlerave të saj, të besimit tek Zoti, të interesit kombëtar. Shqipërinë e bëjnë shqiptarën dhe shqiptar patriot, advetar. Ndaj dhe vazhdojmë ne betejën tonë në çdo derë, në çdo mendje, në çdo zemër, për fitoren e thellë dhe përfundimtare me 11 maj të opozitës shqiptare, të bashkohemi. Ju garantoj se Partia Demokratike po bën gjithçka për frontin më të gjerë opozitar. Ftoj të gjitha partitë politike që i thonë me ndërgjegje vetes opozit, të bashkohen me ne kundër kësaj të keqje të madhe narkodiktaturës. Ftoj socialistët e ndershëm që i shfrytëzoj gjerë në palës rilindje e Edi Rams. Bashkoj me ne, sepse programi ynë është program për të gjithë shqiptarët. Është programi i lirisë dhe drejtave të njeriut. Programi i përmbysjes modelit drejtanishëm të përdorimit buxhetit. Programi i rritjes rrogave dhe pensioneve. Programi i modernizimit shërbimeve në arsim, shtetësi dhe në fusha tjera. Ftoj të gjithë elektoratin gri. Mos harroni një gjë. Historia ne shqiptarëve na ka mësuar se e keqja
se diktatura pas lufte nuk desh asgjë tjetër përveç heshtje shumicës. Se shumica e heshtur, me dashje apo pa dashje, bëhet aleate e diktaturës. Prandaj të ngrihemi. Heshtja të mos në ato pisë, po të shkojmë të kutit e votimit. Të marrim të gjitha përgjegjësitë qytetare për të votuar dhe për të larguar me votën tonë regjimin më të keq, diktaturën më të keqe, më anti-shqiptare, regjimin që kreu genocid të butë mbi shqiptarë duke përzërë 1 milion shqiptarë në 10 vite, regjimin e Edi Ramës. E kemi detyrim madhor ndaj fëmijëve tanë, po dhe ndaj atyre që si kemi ma, të luftojmë dhe të fitojmë. Dhe unë ju garantojmë se me punë, me vizion, me vendosmëri, me mbështetje, mbarë shqiptare, me mbështetje të miqve tanë, 11 maj do t'jetë ditë e fitores thellë, fitores madhe të opozitës shqiptare. Rrofë shiu, rrofë Shqipëria, Zotë t'je bekofë Shqipërinë, flamurin e saj. Falenderojmë të gjithë për pjesëmarrjen, faleminderit që e mbushët këtë shesh, treguam që ne po ringrihemi dhe po shkojmë drejt fitores. Treguam dinjitet dhe Shqipërisë do t'i kthejmë dinjitetin. Tani ta